Pra, çfarë është kjo zemër që Allahu subhanahu wa taala e përmend në Kur'an dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e përmend në Sunet? Zemër e dashur, kush jepi? Zemra që Allahu e përmendi dhe islamikisht apo shpirtërorisht askush nuk e di se çfarë është. Po ne dim li gjë kurte. Kush jeton në zemrën time? Ne themi aliman, besim. O e hababe ilaikum o limana o e zejanahu fi kulubikum. Ai ju bëri ta doni besimin dhe e zbukuroi atë brenda zemrës suaj. Njeriu nuk është i verbër sepse nuk sheh. O e atakin tamal kulub Allati fi suduh. Por në të vërtetë, zemrat që janë në kraharor, sudur, verbohen. Prandaj zemra ime e dashur duhet kujdesem për ty, që kur të shkoj te Allahu të shkoj i lumtur. E di ku po shkoj dhe e di që ai është i kënaqur me mua, kur zemra ime e dashur është kujdesur mirë në këtë jetë.